Një jetë e gjatë në kërkim me një zigzage interesante në optikën historike, pasi ai është një dëshmitar i kohës së tij, dhe ai me sinqeritet të madh e pohon në flet palosjen e tij dhe na thotë që fotografia që vjen në ekspozit është rezultat i mendimit të kohës jetuar dhe gjithnjë pa bërë kompromis me profesionin. Pikërisht nisur nga vetë ai, unë desha të shtoj se si rezultat i mendimit të kohëve që ai sjell në kalvarin e vet, merr një vlerë krejtësisht veçantë vepra që ai lën optikën historike të saj, në shprehjen antropologjike të saj, si dhe në vlerën njerëzore me cilën ai ndërtoi kalvarin e jetës së tij. Ky është një dëshmitar i gjatë dhe kronik, do të thotë është një fotoreporter, i cili është me shumë vlerë pikërisht për këtë arsye sepse ka dy epoka në Shqipëri, epokën më të pashme që kaluam dhe epokën e viteve mas 90. Sigurisht është më interesant në epokën e më përpashme, para viteve 90, sepse në cilësinë e fotoreporterit ka prekur një gamë të gjerë, shenjash, lirikash, ka më vlerë pikërisht për këtë arsye, sepse është dëshmitar dhe dëshmitar i gjallë. Dhe unë do ta shikoja në dy optika. Në optika parë është pikërisht dëshmia që e ka lënë dhe optika dytë është akoma e hapur, është një alternativë e hapur që ne ta zbulojmë atë nëpërmjet dëshmimeve të fjalës. Për atë çfarë ai mendon ose për atë çfarë ai mban ende të pashprehur në backgroundin e tij. Të bësh artin fotografi natyrisht duhet skenar, duhet një mendim, duhet një platformë, mos i mbështetësh rastisë, mos bindesh, sepse ajo mund të quhet një fotografi e ditës, është e nevojshme për median e përditshme, për të ilustruar një lajm, një informacion e tjera. Por të bësh fotografi artistike do të thotë që të vesh themelet historike me anë të fotografisë për vendin tënd. Ky është problemi. Tu ka fotografi që për mendimin tim ka që përbëjnë momentet e historisë, që duhet ruajtur. Të fotografitë e Marumbit, nëse ne thomi fjalë mira, thomi sepse ato kanë fakte historike. Unë nuk bashkë me mua, për shembull, në 50 vjeçarin e fundit ka shumë mjeshta të tjerë që mund të bëjnë një ekspozit po kështu të bukur, po kështu të arrirë artistikisht, që përbëjnë një fond të çmuar për historinë e vendit. Ju keni lëvizur shumë nëpër Shqipëri për të bërë këto fotografi? Unë kam një shprehje popullore që unë kam hyrë në tokë, nën tokë, në qiell, të gjithë sepat I kam të vizituar. Kam hyrë në ndetse, kam hyrë nëpër galeri, kam fluturuar në avion, kam hyrë nëpër male, nëpër fusha, edhe s'kam lënë gjë pa fotografuar. Kjo është veçoria ose kënaqësia ime. Ka shumë art, ka shumë ndjenjë, ka shumë zemër, ka shumë shpirt, edhe ka shumë histori. Tani që jemi më të kompletuar, jemi më të vjetër, kemi eksperiencë më të madhe, por shikojmë që janë fotografi të mira. Një të veçantë, ajo që spikat më tepër në fotografinë e Kumit. E veçantë është jetësorja. Ai është munduar që në atë çka ishte ndaluar të nxjerrit në shpirtin e vet, jetësoren, të nxjerrë atë që nuk kishte probleme. Dhe me sa duket ja ka arritur që kjo ekspozitë, sepse është diçka. Një ekspozitë e realizmit socialist në këto ditë pëlqejet, shikon të bukurën, shikon artistiken. Ky është fotografi. I ka mbjetuar kohës. Këtë ekspozitë në kam parë në sajtë ndihmës madhe që ka pasi gjithë si thënë trungërim familjar. Nga bashkëshortja, nga vajzat, nga djali, nga gjithë ato që kanë pas pranë shtëpisë. Ndryshe unë nuk arrit si ato qëllimi. Ju falenderit shumë edhe miru të pafshim në të këtilla aktivitete për